Përshëndetje të nderuar ndjekësit e mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush në fakt një përmbledhje të diskutimit edhe dinamikës që po ndodhen mes Gjestit edhe Eglit. Duke u bazuar në herët e tjera ku çifti është grindur, duke u bazuar në herët e tjera ku çifti ka shprehur le të themi halucione të këtilla që janë acaruar, kanë ofenduar njëri tjetrin, kemi menduar që do të marrin fikat e do të vriten dhe pas një periudhe shumë të shkurtër janë pajtuar. Këtë herë siç duket, çdo gjë më ka përfunduar dhe çdo gjë ka marrë fund mes Eglit edhe mes Gjestit. Edhe pse në fakt është shumë e vështirë që të rish i hidhëruar brenda asaj shtëpie, brenda atyre 4 mureve ku përveç atyre 4 mureve nuk ke rrugdalje tjetër, por situata që Gjesti po bën në lojë dhe diskutimet apo ngjarjet që Gjesti po bën në lojë për të arritur të merr vëmendjen apo për të qenë një ndër banorët më të klikuar, siç duket këtë Eglin e rëndojnë shumë, e vrasin shumë dhe kjo Egli non stop i dhërohet. Dje sapo dëshironte që të pajtohet, bëri Gjesti atë veprimin që dëshironte të del nga shtëpia, u i dhëru Egli, nuk flasin më. Do të thënë gjatë gjithë kohës çifti vazhdon në hidhërim, por si sebepi i kësaj ndarjes u bë ky nishani që është komentuar më nëpër të gjitha mediat. Unë kam bërë një lloj përmbledhje që dëshiroja ta ndaj me ju dhe ju të jepni mendimin tuaj në koment në këtë video. Gjesti dhe Egli kishin krijuar një lidhje të fortë që nga fillimi i qëndrimit të tyre në shtëpi. Ata kalonin shumë kohë së bashku dhe ndanin momente intime. Një nga momentet më të diskutuara nga publiku ishte puthja e tyre, e cila ndodhi gjatë një skene ku ata shfaqnin afërsinë që kishin krijuar mes tyre. Kjo puthje ndodhi si në shtëpi, gjatë një momenti të qetë ashtu edhe në dhomën e rrëfimit ku të dy treguan emocionet e tyre për njëri tjetrin. Puthja u shoqërua me shumë komentime nga ana e fansave të programit, të cilët ishin të emocionuar për lidhjen që po krijohej ndërmjet Gjestit dhe Eglit. Ndjekësit i ndoqën me pasion çdo moment që ato kalonin së bashku. Derisa erdhi kjo puthja, ishim në atë pjesën dil shpirt të dalësh, do me thënë të gjithë banorët ishin vënd tek Gjesti, ti nëse e don këtë vajzën do ta puthësh, ti nëse e don këtë vajzën do t'i japësh emocione, do t'i japësh pasione, do t'i qëndrosh pranë, do me thënë duke i thënë Gjesti që të bëj këtë romantikun, edhe pse Gjesti ja ka thënë Egli që në fillim që unë nuk e kam romancën brenda vetes, do me thënë nuk jam romantik, të lutem më kupton, nuk e kam këtë gjën dhe pik. Tani Gjesti e bëri puthjen edhe pse ishte në një skenë filmi, në një skenë momenti që në fakt le të themi që Aldo këtu përdori çika të skullikun e tij që përzgjodhi Eglin edhe Gjestin për të qenë çifti në këtë dramën e madhe që do të krijojë brenda shtëpisë dhe Gjesti dhe Egli ku e dhan puthjen aty. Puthja ishte shumë e ndjerë, tani nuk dua ta komentoj detajin e puthjes dhe puthja e tyre, do me thënë, ishte puthja që do jepte lidhjen, do jepte dashurim, por nuk ndodhi kështu. Pas puthjes, më falni, dhe përqavimeve të shumta, gjithçka dukej e bukur dhe e qetë midis Gjestit edhe Eglit, por tensionet nuk vënuan të shfaqen. Një nga momentet që çoi në grindje mes tyre ishte një diskutim lidhur me një nishan që Egli e ka në këmbë, konkretisht për qimet e atij nishanit. Nishani ishte një simbol personal për Eglin, do me thënë pasi që e kishte dhe babai i saj po të njëjtin nishan në të njëjtin vend, ashtu siç tha edhe Egli, i cili për të kishte një rëndësi shumë të veçantë. Gjesti ndoshta indikuar nga faktorë të tjerë ose nga një interpretim i gabuar, kishte komentuar negativisht për nishanin e Eglit. Do me thënë Gjesti në momentin që puti dorën te këmba dhe pa nishanin, ai si me thonë u gërdit, ju e patë edhe vetë që i erdhi për të vjedhur dhe nuk e kuptoj pse duhet ta bën gjitha dramën nga një nishan, se s'kishte asnjë gjë. Unë nishan e kam vetë, për shkak kam këtu te kjo pjesa e qafës dhe nuk është ndonjë gjë për të bërë dramën. Ky koment i shkaktoi një irritim të madh Eglit duke e çuar në një përplasje mes tyre. Tani jeni dëshmitar të kësaj ngjarjes. Eglit i shprehu shqetësim dhe zemërim që kishte për këtë koment të Gjestit, duke e bërë të qartë se për të nishani kishte një kuptim më të thellë dhe personal, dhe se nuk ishte diçka që mund të kritikohej kaq lehtë.
Gjestin nuk e priti mirë ky reagim dhe nisi një diskutim shpesh i cili u përshkrua si një debat i ashpër. Ai u ndjej i vlerësuar më pak nga komentet që Egli kishte bërë ndaj tij dhe situata filloi të tensionohej dhe në këtë moment duket si dyshimi dhe pasiguria filluan të shfaqen në marrëdhënien e tyre. Do thënë nuk ishte Gjesti ai që e solli në shpik të diskutimi, ishte Egli, pasi që Gjesti këtë ngjarje kishte mbyllur në dhomën e rrëfimit. Aty kishte mbyllur gjithçka dhe sipas kërkesës që në fakt Egli kishte bërë te vllau i madh, që nuk duheshte të komentohet kjo gjë, por Egli vetë e komentoi dhe normal vllau i madh, pasi që nishani u bë shumë temë diskutuar, e kemi stër diskutuar këtë nishan, vllau i madh e kishte me patjetër që ta sjellën në Prime dhe ta diskuton si gjë. Domethënë, më duhet ta them që videoja ishte ndarë në dy pjesë. Në promo ishte videoja ku Gjesti e kishte puthur Eglin, që realisht nuk ishte në atë video në të cilën u transmetua në Prime. Domethënë, diskutimi ishte i bërë në dy pjesë dhe ndoshta kjo ishte pika pse Prime i përfundoi më herët, sepse i kishin dhënë shumë moment kësaj gjëje. Pas grindjes për nishanin dhe tensioneve që kishin shpërthyer, Gjesti dhe Egli filluan të distancohen nga njëri tjetri. Ata tashmë nuk po kalojnë më kohë së bashku si më parë dhe për më shumë ditë ata nuk flasin me njëri tjetrin. Publiku filloi të vërej këtë ndryshim të qartë në marrëdhënien e tyre dhe shumë djegës të programit janë bërë kurios për çfarë do të ndodhë më pas. Mungesa e komunikimit dhe distancimi krijua një klim të tensionuar në këtë shtëpi. Banorët të tjerë filluan të spekulonin për atë që ndodhi mes Gjestit dhe mes Eglit. Disa shprehën mendimin se mund të ishin në një periudhë kalimtare, ndërsa të tjerët ishin më skeptik dhe mendonin se lidhja mes tyre nuk mund të kishte marrë fund. Publiku i cili ishte mjaft i lidhur me zhvillimet e marrëdhënies mes Gjestit dhe Eglit, u ndjej shqetësuar dhe i paqartë për fatin e kësaj lidhjeje. Pas puthjes, shumë shikues mendonin se ata ishin çifti më i mundshëm i këtij edicioni të Big Brother VIP. Por tani situata ka ndryshuar dhe ato nuk flasin më mes njëri tjetrit. Përmes rrjeteve sociale, fansat e Gjestit dhe Eglit shprehin shqetësimin e tyre dhe pasigurinë se çfarë mund të ndodhë në lidhjen e tyre. Disa besojnë se kjo grindje mund të ishte thjesht një periudhë kalimtare, ndërsa të tjerët mendojnë se mund të kishte pasur ndarje të pakthyeshme. Aktualisht situata mbetet e paqartë dhe shikuesit po presin të shohin nëse Gjesti dhe Egli do të arrijnë të kapërcejnë këtë fazë të tensioneve dhe të rifillojnë komunikimin dhe marrëdhënien e tyre. Ka shumë mundësi që ata të përpiqen të diskutojnë ndodhitë e fundit dhe të arrijnë në një marrëveshje për të kaluar këtë krizë. Nga ana tjetër mund të ndodhë që të dy të vendosin të mbyllin marrëdhënien përfundimisht, duke pasur parasysh natyrën e ndarjes dhe distancimit të ndodhur. Publiku do të vijojë të jetë në ankth për të mësuar çfarë do të ndodhë më tej me marrëdhënien e Gjestit dhe të Eglit pas kësaj përplasje. Shumë sy janë të drejtuar nga këta të dy banor duke pritur një vendim përfundimtar për këtë histori dashurie që ka tërhequr shumë vëmendje. Do me thënë, tashmë Egli dhe Gjesti nuk po flasin me njëri tjetrin, ato realisht i kanë kthyer kurrizi njëri tjetrit. Egli është shumë e shqetësuar për këtë marrëdhënie. Në video më herët unë diskutova që Egli ka pas një komunikim sot apo ka pas një bisedë me Shkëlzenin dhe me Kellin që i ka shok brenda Big Brotherit duke thënë që unë kam bërë shumë për Gjestin, por Gjesti nuk erdhi të më kërkonte falje. Gjesti siç duket është lodhur më nga kjo hatërmbetja e kësaj Egli që kjo mërzitet në gjithçka dhe si duket kjo e mërzit shumë edhe e lodh, por gjithsesi do të shohim në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhen mes çiftit, si do të jetë marrëdhënia e tyre, a do të kemi një rikthim. Fansat e duan Gjestin edhe Eglin bashkë, fansat i kanë qef Gjestin edhe Eglin, por siç duket mes Gjestit dhe Eglit ka përfunduar teksa Gjesti po vazhdon të jetë i lumtur, i kënaqur, happy, shumë i fuqishëm brenda shtëpisë, ndërsa Egli që nga mëngjesi deri në darkë qan. Situata erdhi nga një nishan, do me thënë një marrëdhënie që nisi me një puthje, të gjithë u gëzuam që Gjesti do të hyente kutinë e emergjencës edhe do të merrte unazën e martesës për t'i shprehur martesën Eglit. Kjo gjë nuk ndodhi, sepse tashmë çifti ka përsëri kriza. Tani a e bëri produksioni me kastile këtë gjën që të futën çiftin në grindje për të arritur qëllimin e tyre të marrin shikueshmërinë, apo thjesht dëshironte që të sqaron një situatë e cila kishte ndodhur jashtë shtëpisë së Big Brotherit që po përfliteshte shumë nëpër media
për një nishan të Egli që në fakt Egli nuk e potencoi se çfarë është, sepse Egli tha që edhe e kam prerë me thik atë gjën, do me thënë nuk e tha se çfarë është ajo gjëja, dhe këtu më së shumti u ngrit ajo aludimi i madh se çfarë mund të kishte prerë Egli, se çfarë fshiheshte poshtë saj, por gjithsesi do me thënë produksioni e bëri këtë gjë për sqarim, po ky sqarim i solli ndarje mes shiftit. Tani dua të marr mendimin tuaj. A mendoni ju që Egli dhe Gjesti do të bashkohen së bashku? Ju vazhdoni të na ndiqni prapë me subscribe në kanalin ton Monitor TV.